Specialistët e bujqësisë vijojnë të bëjnë thirrje fermerëve që të zgjedhin vetëm fara të certifikuara për mbjelljet e tyre, pasi ato ofrojnë siguri më të madhe për prodhimin dhe përshtaten më mirë me kushtet klimatike të zonës. Sipas përgjegjësit të sektorit të bimëve të arave në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë, farat e certifikuara, të kontrolluara dhe të miratuara nga enti shtetëror i farave, garantohen për pastërtinë varietore, fuqinë mbirëse dhe cilësinë e tyre, duke siguruar zhvillim më të mirë të bimëve, rezistencë më të lartë ndaj sëmundjeve dhe një prodhim më cilësor. Kjo u jep fermerëve më shumë siguri për zhvillimin normal të kulturave bujqësore dhe për arritjen e rendimenteve më të larta. Fara është elementi kryesor nga i cili do të varet dhe prodhimi, sepse një farë e mirë është një garanci plus për të marrë rendimentin që ti dëshiron. Prandaj ne insistojmë që gjithë fermerët të përdorin fara të certifikuara, gjithmonë të certifikuara. Një farë e certifikuar mund të dallohet vetëm nga dokumentacioni që e shoqëron. Çdo farë shoqërohet me analizat, me fuqinë mbirëse dhe me pastërtinë varietore. Ato shënohen në një raport të veçantë, të cilën ne hartojmë në fund të vitit, në fund të ciklit vegetativ. Fermerët këshillohen që përpara çdo sezoni mbjelljesh të sigurojnë farën nga subjekte të licencuara dhe të kërkojnë informacion mbi origjinën dhe certifikimin e saj, në mënyrë që investimi i tyre të përkthehet në rendiment dhe fitim më të lartë.